hapi parë është brenga, hapi parë është kujdesi. A thu vallë, si këna mi kalu këtë ditë? A thu vallë, qa do bëjmë këtë ditë? Reagimi i parë të ndërruar shikues, reagimi i parë i çdo besimtari, çdo besimtare, në atë që Allah e ka vlerësuar është, edhe ai më vlerësu. Edhe ai më vlerësu. Në atë që Allah e ka vlerësu, edhe na vlerësojmë. Atë që Allah e ka madhru, edhe na e madhrujmë. Asaj që Allah i ka kushtu vëmendje, edhe na i kushtu vëmendje. Ka kërkuar Allah Gjelle Gjelalu nga ne që ne ti kushtu vëmendje. Edhe ne i përgjigjemi Allah Gjelle Gjelalu me këtë i kushtu vëmendje asaj që Allahu Gjelle Vala na ka urdhruar ti kushtu vëmendje. Andaj, hapi i parë është interesimi. Hapi i parë është brenga. Hapi i parë është kujdesi. A thu vallë, si këna mi kalu këtë ditë? A thu vallë, qa do bëjmë këtë ditë? Planifikujmë si këna mi kalu këtë ditë. Kjo është hapi i parë. Zgjimi nga gjumi i hutisë e jabis, mobilizimi i madh në shfrytëzimin maksimal të çdo momenti të këtyre ditëve në shërbim të adhurimit dhe shtimit të sevapeve dhe arritjes së shpërblimit. Kjo është e parë. Ta mandojmë, të flasim për këtë familje tona, ulni me veten, me familjen, me shokët, me shoqet, me këtë që e keni, bisedoni, po vjen dhe ditë çka kena me bo. A e përgatit, a se përgatit? Njerëz kur vjen dimi flasin, a e përgatit, a e ke bie drut, a e ke siguru me çka ki mundze, rrymë shtrajt, bëjnë njerëz muhabet për shkak se vjen dimni. Tash vjen vera ka tjera diskutime, në gjithmonë në prag të çdo ngjarje ne flasim. A do flasim për Dhul Hijja? Asgjë interesim tek ne, domethënë këtë trajtim fetar për Dhul Hijja. Si musliman që jemi duhet me zgjuar shumë interesim madh. Madje duhet me qenë nga çështjet primare që në këto 10 ditë ne mirrim me to. Nga çështjet primare. Se nuk ka ditë më të mirë. Duhet shumë timi të kujdesshëm. Që atë që Allah e ka vlerësuar deri në këtë nivel, mos ta shpërfillim, mos ta injorojmë. Mos kemi çaste të zakonshme në këto 10 ditë, sikur të jenë ditë rëndomta, nga se nuk janë ditë rëndomta. Ndaj, nga treguesit se besimi është funksional, se besimi në zemrën tonë është aktiv, është nga treguesit e kësaj është të vlerësojmë dhe të madhrojmë atë që Allahu e ka vlerësuar dhe atë që Allahu Gjellë e ka madhnuar. Atë që Allah e ka dalluar nga të tjerat, edhe ne duhet ta dallojmë, sikur që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. Andaj të ndëruar shikues, kjo është çështja e parë domosdoshme. Çështja e ngjallës së interesimit, çështja e madhnimit, çështja e vlerësimit, çështja e përgatitjes, planifikimit, diskutimit të përbashkët, kjo shumë është e rëndësishme. Por mos ikin ditët. Mos ikin ditët, mundo që çdo moment të këtyre ditëve ta kalosh në frymën e asaj që i shërben nesër daljes faqebardh para Allahut të mënduar. Kjo është e parë. Interesimi dhe madhrimi dhe planifikimi dhe diskutimi përbashkët që të krijojmë një ambient të përshtatshëm ku dominon diskutimi rreth Dhul Hijjes. Mos lëni këto ditë me dominu asgjë të kjo. Përveç si do ta shfrytëzojmë këtë ditë, si do të jemi të devotshëm në raport me Allahun, si të pajtohemi, si të pendojmë, si të bëjmë mirë, si të ndihmojmë në emër të Allahut Azza wa Jall, që këto ditë të kemi të mbushura me punë të mira dhe si të largohemi nga punë të këqija. Për një 10 ditë bles paku. Largoni nga përgojimi, largoni nga fjalët e këqija, largoni nga punë të këqija, largoni. Kujdes, ka si ditë veçanta. Ashtu sikur që rritet shpërblimi, rritet edhe qortimi dhe ndëshkimi në raport me mëkatet. Ka si ditë veçanta, mos me madhnu Allahun xhallahu ala është vepër që njeriu qortohet për të.